Gjermania publikoi listën përfundimtare për botërorin 2026. Vetëm mungesa e Karim Adeyemit konsiderohet surprizë nga trajneri Nagelsmann. Nuk pati ftesë sërish për futbollistët shqiptar. Brian Gruda ishte i vetmi që kishte më tepër shpresa, por duket se nuk është ende momenti i tij. Edhe pse Nagelsmann vendosi të marrë 4 portier, sërish nuk pati vend për Diant Ramajn, që e konsideron veten si portieri më i mirë i gjeneratës së re. Nelson Viper nuk ishte pritshmëri. Për të ishte sezon shumë i vështirë dhe me pak minutat e Mainz. Federata Shqiptare e Futbollit ka treguar interes prej kohësh për të 3 lojtarët e përmendur dhe që mbyllën sezonin në Bundesliga. E ardhmja e tyre mbetet në ajër, ndërsa Gjermania nuk i konsideron aktualisht. Tonë zyrtare në YouTube, unë do t'ja kaloj fjalën më një herë presidentit duke për të mos humbur kohë dhe më tej vazhdoj me pjesën tjetër. President, fjala për ju. Mirë dita dhe mirë si keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinjo dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtarën shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë dhe unë për këtë padyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i tij, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën. Kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri. Me një trajner jo të ri në moshë, por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo. Objektivat tona mbeten, domethënë ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivat mbeten, objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për qenë botërorit 2030. Tani unë nuk dua të zgjatem më, të falenderoj edhe një herë Silvion, Dorin dhe Pavlo Zabaletën për bashkëpunimin dhe për kontributin në kombëtarën shqiptare. T'i uroj suksese trajnerit Rolando Maran me ekipin kombëtar shqiptar. Unë në fakt nuk bëra CV-n e zotit Maran, sepse është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme në seri A dhe B italiane, dhe jam shumë i bindur që do të bëjmë mirë në Nations League dhe në kualifikuese.
Faleminderit edhe një herë për prezencën dhe fjalën ja kalojmë Silvius. ish trajnerit zotit Silvinjo. Mirëmëngjesi, Çuna Goccia. Grazie Mister Presidente. Anche per me si diventa 2 minuti d'un cuore accelerato, ma ci sta. 2 minuta Tutti facciamo, me emozione. mettiamo tanta energia. Oggi forse non c'è la traduzione, lo fa te, perdon, o Lenida? Va benissimo. Poi, da nostra parte ringraziare, ma Nga pjesa arrivo lì, jon do t'ju abbiamo falenderoj, deciso por kemi vendosur insieme che era la së fine di un bashku ciclo, që të 3 mbyllet anni ky e cikël, mezzo, një cikël për 3 vite e gjysmë, in cui abbiamo në të lavorato cilin kemi duramente punuar per shumë për rappresentare të përfaqësuar bene questa shumë nazione. mirë këtë kombëtare. Nazione in Të cui kom. mi hanno accolto tantissimo bene, Një kom që ringrazio ku më veramente kam mirë a pritur tutti. shumë mirë dhe ju falenderoj shumë. Allora conosco benissimo Albania, Tani e njoh shumë Tirana, mirë Shqipërinë, a tutti Tirana, voi ringrazio veramente dhe tanto. dua t'ju falenderoj shumë. Ringrazio anche al Mister Presidente per Falenderoj la edhe fiducia presidentin për besimin, di lavoro, për punën. certamente a più di 100 persone che lavorano in Sigurisht questa mbi 100 federata, njerëz të cilët tanti punojnë di në loro këtë federat, conoscono shumë prej tyre bene, abbiamo fatto e caffè, dim shumë mirë qualcuno çfarë kemi pranzo, bërë. qualcuno cena, Me disa bella kemi chiacchiera. pasur mundësi edhe të bisedojmë, të hamë Devo drejtë ringraziare anche a të tutti gli staff Dua të falenderoj gjithë stafin, tecnico che stafin abbiamo, teknik, a tutti i calciatori të gjithë che futbollistët, da noi ha fatto un percorso da 3 anni e të mezzo cilët molto kanë bërë një buono. rrugtim Abbiamo cresciuto për 3 vite e gjysmë tutti me ne insieme. dhe jemi rritur të gjithë bashk. E certamente l'ultimo. Sigurisht të fundit. I tifosi appassionati della nazionale. Tifozët Il shumë supporto da dashamirës tutti voi ndaj è kombëtarëve. stato per noi veramente un segno molto positivo Për ne di ka tutto qenë quello che gjithmonë abbiamo një shumë fatto, pozitive. che ha Të dato asaj çfarë kemi tanta bërë, të energia asaj çfarë per kemi bërë ka lavorare dhënë shumë ogni energji giorno, për të punuar, ogni giorno për të punuar çdo per ditë. fare il për të migliore. bërë më të Poi mirë. non c'è tanto da dire, mi Sot ka ricordo shumë për të solo thënë, che dal më primo giorno che è kujtohet stato që qui, nga dita e parë që kam non mi qenë këtu, ricordo se è un 9 di nuk e- gennaio më di kujtohet se 2023, është 9, ndoshta 9 Io avevo janari detto una cosa. 2023, kam thënë anima, diçka. cuore, il sudore non ci può mancare mai. Shpirti, zemra Non dhe è squadra di djersa calcio, ma nuk duhet të soprattutto mungoj nella kur, kam thënë nazionale. këtë gjë në ditën e parë. Ce l'abbiamo fatto Ja kemi tutti dalë insieme, të come l'ho gjithë detto së sempre. bashku. Ringrazio Siç e kam a thënë tutti voi gjithmonë. anche. Dua t'ju falenderoj të gjithëve ju. 3 anni, Edhe që ringrazio promocioni a dhe sot tutti. pas 3 vitesh e E gjysmë. un grosso in bocca al lupo certamente Dhe al shumë mister Rolando. succese, Mister, Trainerit successo, Rolando. auguri per il prossimo ciclo, Urime passaggio, për ciklin e ri, poi për tutto di buono udhimin per questa e federata ardhshëm. e per il mister e per il nostro mister presidente, grazie mille. Faleminderit shumë. Facciamo una foto. Auguro, successo. Mister Presidente, grazie a voi. Sì, facciamo.